Të nderuar kolegë, gjatë muajve të fundit Partia Demokratike ka prezantuar kërkesa me mocion për debat për fusha të ndryshme, duke nisur nga situata e rendit dhe krimit organizuar, duke vazhduar me shqetësimin e zgjedhjeve, po njëkohësisht dhe me minimumin jetik. Dua t'ju kujtoj të gjithëve që minimumi jetik ka qenë një propozim ligjor i Partisë Demokratike për disa legjislatura me radhë, por nga ana tjetër ka qenë edhe një kërkesë që ne kemi sjellë sa herë që është miratuar buxheti. Qeveria shqiptare e majt, në fakt, në vitin e 13 të mandatit të saj, nuk siguron dot një minimum jetik për qytetarët. 40% e shpenzimeve familjare sot janë ushqimet. Në qoftë se çmimet e ushqimeve ishin 20% e atyre të Bashkimit Evropian në vitin 2012, sot janë 92% e çmimeve të Bashkimit Evropian. Sot pensionistët janë shtresa më e varfër. Qeveria përsëri dhe me këtë buxhet refuzon që të ngrej pensionet. Sot grupet sociale janë shtresa më e varfër. Shqipëria mbetet e fundit në rajon edhe për mbështetjen e grupeve sociale. Në të gjitha statistikat, Shqipëria është e fundit në Ballkanin Perëndimor. Në të gjithë treguesit, Shqipërisit duen 53 vite për të arritur standardet që ka Bashkimi Evropian në kriterin ekonomik. Dhe kjo ka vetëm një emër, kjo ka vetëm një përgjegjës, kjo ka vetëm një arsye, është kjo qeverisja. Në 13 vitet e fundit asnjëherë ky parlament nuk është mbledhur për të menduar për shumicën. Asnjëherë ky parlament nuk ka diskutuar një politik, një mbështetje sociale që vjen në ndihmë të grupeve më të dizavantazhuara të ekonomisë. Dhe minimumi jetik është një kërkesë ligjore që ky parlament ka detyrimin ta miratojë. Në momentin që flasim është llogaritur 2 herë minimumi jetik, në vitin 2016 dhe në vitin 2022. Në të 2 herët llogaritja e minimumit jetik tregon që 55% e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot muajin. 55% e familjeve shqiptare kanë vështirësi ekonomike. 55% e familjeve shqiptare sot janë nën këtë minimum jetik. Një çifti pensionistësh, një çifti normali duhet mbi 90.000 lekë për të jetuar një muaj në qytetin e Tiranës. Dhe çfarë bën qeveria shqiptare? A sjell me këtë buxhet ligjin për detyrimin e minimumit jetik? A sjell me këtë buxhet ligjin dhe detyrimin për të barazuar të paktën mbështetjen sociale të Shqipërisë me vendet e Ballkanit Perëndimor? Jo, përsëri refuzon që ta bëj këtë. Shifrat janë të qarta, treguesit janë të qartë. Sot Shqipëria duhet patjetër që të mbyll këtë hapësirë që ekziston ndërmjet të ardhurave të shqiptarëve me ato të rajonit, të ardhurave të shqiptarëve me Bashkimin Evropian. Pa siguruar minimumin jetik kjo nuk ndodh. Një pension fshat sot është 6.000 lekë. Çfarë mund bëj një pensionist fshati me 600 lekë? Dhe çfarë thot qeveria shqiptare? Do arris 20 lekë në ditë. Çfarë mund bëj një pensionist me 20 lekë më shumë në ditë? Kush ka prindër në shtëpi që marrin pensionin? Çfarë mund t'i bëj më shumë 20 lekë në ditë? Si mundet një pensionist që t'jetoj e të mbyll muajin me 20 lekë në ditë? Ky parlament është mbledhur e ka miratuar shumë ligje në favor të pakicës. Ka miratuar ligje që kanë kaluar këtu kontrata koncesionare. Ka miratuar ligje të cilat kanë qenë në dëm qytetarëve. Kemi miratuar aeroportin e Vlorës. E keni miratuar në fakt, se ne nuk e kemi votuar. Keni kaluar portin e Durrësit. Keni kaluar ligje që kanë mbështetur industritë veçanta. A keni ardhur ndonjëherë dhe jeni mbledhur në këtë sallë për të diskutuar se si mund të ndihmojmë shtresat sociale? Është një angazhim që e keni marrë edhe si rezultati objektivave të midhjeçarit. Është një angazhim që duhet ta merrni edhe ndaj votuesve tuaj së pari. Besoj që sot, nëse ka një problem, Shqipëria lidhet pikërisht me varfrin. Nëse ka një problem, Shqipëria lidhet me pamundësinë që kanë familjet shqiptare. Kjo është arsyeja që ato po largohen. E dini kush është merita kryesore që ka kjo qeverisje? Nga 500.000 pensionistë, sot janë 675.000 pensionistë, të cilët jetojnë në mëshirën e qeverisë. Edhe bonusin e fund vitit që çdo pensionist merrte, qeveria me një të rënd lapsit ja ka fshirë. E ka menduar që ta shpërndaj këto në çdo muaj. E quan këtë rritje pensionesh. Ndërkohë që çmimet e shportës janë rritur nga 30 deri në 60%. Ndërkohë që Shqipëria ka rritjen më të lartë të çmimeve si rezultat
edhe i korrupsionit, edhe i taksave të larta, edhe i paaftësisë qeverisë, po njëkohësisht edhe si rezultat i pamundësisë për t'i ofruar këtyre shtresave ligjin dhe propozimin për minimumin jetik. Me njëherë mbas miratimit buxhetit, Partia Demokratike do ta sjellë edhe një herë këtë propozim ligjor. Do ta sjellë si një detyrim moral ndaj qytetarëve, do ta sjellë edhe si një detyrim ndaj të gjithë atyre që presin që ky parlament të miratojë ligje në mbështetje të tyre, do ta sjellin edhe si detyrim për të plotësuar standardet e munguara ekonomike dhe sociale, po do ta sjellin edhe si një detyrim ndaj të gjithë atyre qytetarëve që sot e kanë të pamundur që t'jetojnë këtu e zgjedhin që t'largohen. Minimumi jetik do t'a vendosë Shqipërinë, propozimi ligjor për minimumin jetik do t'a vendosë Shqipërinë në hartën e vendeve të cilën e kanë këtë. Vendet e tjera të rajonit e kanë. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë. Pse refuzon qeveria socialiste që ta miratojë minimumin jetik? Për këtë arsye ne kërkuam një debat për këtë çështje. Kërkuam një debat për të parë cilat janë shifrat financiare, cilat janë hapësirat e buxhetit, sepse buxheti i ka të gjitha mundësitë. Buxheti i ka të gjitha mundësitë që të miratojë minimumin jetik. Buxheti sot është një nga buxhetet më të vjedhura, me një faturë të partneriteteve publike private e cila shkon sa gjysma e produktit brendshëm bruto dhe e gjitha është në hetim. Buxheti sot e ka mundësinë me një faturë e cila shkon për bujqësinë, po nuk paguhet për bujqit. Një faturë e cila duhet ishte te infrastruktura, po nuk paguhet për infrastrukturën. Me 50 milion euro që është taksa korrupsionit të tunelit Llogaras, mund të ishte mbuluar 2 herë fatura e pensionistëve. Me taksën e korrupsionit të inceneratorëve, 430 milion euro mund të ishte mbuluar 4 herë fatura e pensioneve. Me taksën e korrupsionit të projekteve tjera të partneriteti publik-privat të koncesioneve, duke nisur nga portet e aeroportet, mund të ishin rritur pensionet e sot do ishim standardet e Bashkimit Evropian, po çdo gjë nis nga minimumi jetik. Pa përcaktuar minimumin jetik, pa i dhënë dinjitet qytetarëve, pa i dhënë atyre mundësinë që të jetojnë jo me lëmoshën e shtetit, po të jetojnë me një pagesë dinjitoze, unë besoj që çdo diskutim tjetër është i kot. Kështu që e kuptoj refuzimin e Partisë Socialiste për të mos pasur debat as për minimumin jetik, as për pensionet, as për çështjet sociale, për absolutisht asgjë. Bashkë me minimumin jetik, Partia Demokratike ka prezantuar njëkohësisht dhe ligjin për statusin e minatorit. Një diskutim të cilin e kemi kryer në komisione dhe duhet patjetër që ta kryejmë edhe këtu në këtë seancë. Do të prezantoj njëkohësisht dhe amendamente për buxhetin. Jo se kundërshtojmë, se kështu duam, por do t'i prezantojmë edhe si detyrimi joni ndaj gjithë qytetarëve për alternativën që ne duhet japim, sepse që ky buxhet nuk bën sot qytetarët e vuajnë çdo ditë në xhepat e tyre, por sigurisht që duhet japin dhe alternativën se si duhet jetë. Kështu që më vjen keq që edhe në këtë rast parlamentit i mungon debati për një çështje shumë të rëndësishme që lidhet me ekonominë, që lidhet me të ardhmen, që lidhet edhe me çështjet sociale, po që lidhet edhe me largimin masiv që ka sot Shqipëria. Unë shpresoj që kolegët socialistë, se jam e sigurt që mes tyre ka dhe nga ato që besojnë që Shqipëria duhet ketë një minimum jetik, të na bashkohen në mos sot në iniciativën tonë ligjore që do të vijë së shpejti në parlament dhe t'i ofrojmë shqiptarëve atë që është refuzuar për 13 vitet e fundit, një jetesë dinjitoze. Faleminderit. Faleminderit. Për mendim i kundër, fjalën e ka zoti Balla.